E mendoj çdo ditë, edhe mendoj çdo natë. Sepse ndonjëherë nuk është vetëm gjendja ime fizike. Si e notat muzikore? Si e notat muzikore? Do jemi faturiati do nas si ja fo Fa? va mi e do. Bravo, ka dhe interacion shumë të mirë. Vitëm. Unë sot e kam një yll në shtëpi që ma ka ndru jetën, që ma ka ndru shtëpinë, që më ka sjellë shumë dashuri, shumë lumturi, shumë dritë, shumë magji. Edhe e gëzoj çdo moment, edhe çdo sekond me Melosin. Ashtu si unë e kam imagjinu ta kem një fëmijë inteligjent, të mirë, të dashur, të butë, të brisht, edhe i ka gjitha tiparet që ma plotson shpirtin. Melosi lindi prematur dhe lindi në muajin e 6. Dhe në atë periudhë nejti edhe gjatë në inkubator, pastaj kur e mora, unë në rëndësi i dhash gjithmonë anës fizike. Kemi shkuar në çdo lloj institucioni, kemi bërë çmos, derisa kemi kuptuar që ndëgjon, se mbi gjitha fëmijët që nuk flasin, çështja e parë që duhet ta shohim është dëgjimi. Pastaj ndëgjonte super, shumë mirë. Bënte aktivitetet veta. Unë në moshën 2 vjeçare, Melosin e kam kuptu që është jashtëzakonisht inteligjent, me një IQ shumë të lartë, kur lodra e tij e parë kanë qenë topi. Dhe kur luante me top, nuk luante me 1, po me 3 për me 1 herë. Ose kur i mbante në duar, i mbante 8 për me 1 herë. Ose i rrotullonte me një lloj forme që sot unë nuk di ta bëj atë formë. Kaloj ajo fazë edhe filloj me shkronjat. Çudia e parë është kur Melosi ka fillu të shkruaj në 3 gjuhë qysh në moshën 2 vjeçare. Dhe ka lexuar njëkohësisht. U mundonte çdo gjë që e ndëgjonte ta shprehte përmes shkrimit. Me kalimin e kohës, kur filloi të flasë në moshën 6 vjeçare, aty e kemi kuptu dhe habia ma e madhe për mua ka qenë kur Melosi e kom dëgju të lexon titrat në televizioni, lexon në 3 gjuhë të huaja, gjuhë maqedone, gjuhë greke. Ka aq potencial, ka një tek ta fëmijë është një memory screen, e quajmë ne, që memorizon fytyrën e secilit njeri dhe e mban mend atë edhe nëse nuk e sheh një kohë gjatë. Do thotë ka ato aftësi që nuk i kanë ndoshta fëmijët e tjerë. Babi, bubi ve roboti jo, bene bajonë të buku së bëtë bajnë ku e pa. Babi, mba, vapoj e babi i fa. Era bene ne bajonë si këta. Aktualisht që jemi në botën digjitale, ai këtë po e shpreh edhe përmes aparateve teknologjike. Si një 7 vjeçar, i dallon ë-jat, i dallon gjitha, ose shkruan edhe përshëndet në gjitha gjuhët e botës. Një ditë mu më thot, jen, që nuk e kuptoj ç'a do të thotë.
Edhe vetë ma spjegon, kur tash mësoj shumë gjëra për Melosit. Jen është një fjalë që në gjuhën tajlandeze është ngadal, ose qet, që unë nuk e kam ditur asnjëherë. Kush është kryeqyteti i Myanmarit? Babida. E kush është i Brazilit? Brasilia. Bravo, e kush është i Chiles? Santiago, bravo. E kush është i Japonisë? E kush është i Kazakistanit? E kush është i Kanadas? Ottawa. E kush është i Kinës? Pekini. Si është përshëndetja te Pekine? Përshëndetja? Kinezisht si është? Ni hao. E si është përshëndetja në Spanja? Hola, bravo. Si është forca nuk është mungesë e sfidave. Është përballja me to. Është gjendja se si unë sillem me atë, si përshtatem me atë, si duhet ta duroj unë atë, si duhet të punoj me atë, si duhet të jap shumë dashuri me atë. Dhe mbi gjithë këtyre sfidave, unë aty e gjej bukurinë e inteligjencës të Melosit, e potencialit të Melosit, e gjej forcën për të punu shumë që mos të ndalem deri sa t'jem gjallë. Jam friksuar para gjykimeve, që jetojmë në shtetin ku kemi shumë paragjykime, dhe që jam mundu, e kam pas atë frikën që mos faji është unë nëse ndonjë lloj stereotipi të thotë që fajin e ka nana pse ky fëmijë po vërtet kështu, ose pse ky fëmijë ka këto gjeste kështu. Ata nuk e dinë që këta janë shumë të veçantë, dhe që këta e shohin botën ndryshe. Që ne duhet jemi shumë durueshëm dhe të japim përparësi atyne. Se një ditë do të na befasojnë. Do doja që të lexoj disa vargje të Edmond Tupjes, kushtuar djalit të tij autik. Ne e dim se dikur një ditë a një natë, ai do të mbetet pa shpresë fillikat. Do të na kërkoj me zemrën zi të pamat, kurse ne do të heshtim nën tokën ngërç të ngratë. Do të heshtim të pafuqishëm për djalin ton të pafat. E ke menduar ndonjëherë të ardhmen e Melosit pa ju? E mendoj çdo ditë, edhe mendoj çdo natë. Sepse ndonjëherë nuk është vetëm gjendja ime fizike, por janë mbështetja, dashuria, forca e tejkalimit të çdo sfide në jetë. Se unë mendoj që në jetën e tij ai do mbrejë shumë. Shpresën e kam gjithmonë brenda. Melosi thjesht nuk është për mëshirë. Melosi kërkon përkushtim, dashuri. Të tjerat, ai sot i ka dhe i posedon në mënyrën ma perfekte, po kur do rritet, unë të ai gjithmonë mendoj që edhe si i vogël kur ishte, edhe ninullat kur ja kam kënduar me rimën, që je gjeni, je shkencëtar dhe ke medalë çdo kund i pash. Kështu që gjithmonë e mendoj më të mirën për Melosin. Dhe e di, e ndjej që ai do të jetë një të ardhmen një njeri shumë i madh. Shkruaj Melos. Hajde, gjeje shkronjën më. Ma e pastaj? Cila shkronjën? Jo. Hajde, gjeje shkronjën L. Me.
Kush është këtu? Qyteti i vetë i Florensës. Ku është qyteti i Florencës? Itali. Bravo! Po në poi avaj Amerikë. Bravo! E mendoj çdo ditë që të provoj diku edhe në shtetet e tjera ku ka perspektiva që mbiren me këto lloj fëmijësh, që ja zbulojnë talentin dhe që të ecë në atë për ku ai është i lindur. Unë si nuk e kam ul asnjëherë piano që ta udhëzoj, ta mësoj, po ai e ka vetë veshën. Ai ndonjëherë aq mirë e lun në atë kokën e vet, sa që unë e pi kafen me lezet, se ai më bën muzikë edhe mundohet të komponoj diçka me veten e tij, me trunin e tij, me veshjen e tij. Ose i mban duart në piano aq profesionalisht, si me qenë klasën e 5-6 shkollë muzikës. Çdo mëngjes. Melosi e ka një shprehje, tani nuk e di ku e ka mësu, po vjen dhe më përqafon, më put ballin dhe e falenderon Zotin njëkohësisht. Dhe ajo dashuri për mua quhet hynore. Ajo s'ka fjalë, ajo s'ka shprehje, ajo s'ka shkronja. Ajo ndjehet, thjesht është hynore. Kështu që t'jeni të lumtur që jeni, se ata janë magji, ata janë thesar për ne, po që ne vonë do i kuptojmë. Fëmiu juaj nuk është problem. Është drita më unike e botës. Besojeni, duajeni, jepni dashuri pa kushte, se një ditë ai do ju mësoj gjërat që ju asnjëherë nuk do kishit mësuar nga askush.